Disa pyetje jemi në minutat, sekondat e fundit të kësaj bisede me ju. A keni pas biseda me Lëvizjen Vetëvendosje deri më sot? Jo. Asnjëherë? Jo. Nëse ju thret Albin Kurti, do të shkoni në biseda me të për ta votu presidentin? Do të më na tregu se si e shef ndërtimin e institucioneve pas 28 nëntorin, jo para neve, para popullit të Kosovës, ka për obligim. Zakonisht partitë e pjekuna i bojnë para zgjedhjeve tregojnë. Vetëm Kosovë, sepse për herë parë na ka ndodhur neve 5 shkurtit, deri në 28 dhjetor mos mu zbatu vullneti i popullit. Na kena në historinë e re të Kosovës, nuk është zbatu vullneti i popullit. Një vjet i humbën, edhe prap partia e parë ka marrë vota më shumë se ka zbatu vullnetin e popullit. Po kjo është çështje këtë tjetër që do të më zbarë ndryshe. Populli nuk ju tha edhe juve Lidhjes Demokratike që Jo, shkoni në e opozitë. kundërta. Nuk ju tha që të meteni në opozitë, as nuk ju tha që të mos shkoni me tjetrin. Kjo është për debat, është e vërtet. Unë jam, le të keja pragmatizmin politik, bashkëpunimin politik, kompromisin politik e ka vlerë. Do të me rujt, nuk guxoj me humbë. Pra në këtë hynin koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje me Kurtin që si ju thret? A keni bisedu këtë çështje? Nuk është bisedu, sepse ne jemi të umor me LDK-n tash. A keni vot për Vjosa Osmani?